Po veç, unë po tham, ata që kanë udhëtu me zonjën Osmani. Jo, unë po tham, ju ata që kanë dosh bashkë me... Po ata që kanë udhëtu me zonjën Osmani, unë besoj që 100% e madhe ka udhëtu. Sepse kemi paronin e LDK-s o ngritin e lëvizjet vendosje. Është një element tjetër. Çka nëse plot njerëz aty në LDK, që janë ende në LDK, thojnë që zonja Osmani është përgjegjëse pse LDK-ja ka ra në nivelin më të ulët historik të saj. Ata e kanë qumë presidencë, bre? Edhe thonë, pse në me morë zonjën Osmani? Pse me morë në zonjën Osmani? Ajo njerë në ka qitë për toke, ta shvish pse ka metë vetë. Pa nitë e di kanë të LDK-s të thonë qështu. Se për ndryshe nuk e shoh. Nitë e di kanë të LDK-s të thonë qështu. Urno? Letë njerëz të thonë qështu. Ja, munën me thonë ata. Krenare e dine shka munën me Jo, në autobus munën me thonë. Po, qëndrime politiket në LDK nuk kumni asnjëherë një dikush mundet me thonë. Dikush mundet me thonë. Qëndrimi publik. Që Albin Kurti nuk po din me qeverisë. A mundet me thonë dikush? Nuk ka qenë në studime jashtë vendit. Po shkejt e LDK-ja, po këthejmë. Do me thonë kjo pas ka thonë që na pas ka shkanë. Njerë u shkut për LDK-s. Ajo shkut për LDK-s. Shka mundet me thonë? Shka po këthejnë atë LDK-ja? Ajo çfarë arsye ka tash ai më thonë që LDK-ja më e mirë se PDK-ja kur njëri ka ikë LDK-s. E ka zhgënjë Kurti. Po tash më kthi pranë LDK, jo, ai rën shpe. Ose shkon deti, nuk e voton LDK-n. Sa e ka zhgënjë edhe zoti Kurti. Po ty të ka zhgënjë dikur ish partia, mundesh më kthyer dikur nëse familjohet. Po mundesh nëse tregon rezultate, po çka ka tregu LDK-ja? S'ka pas vakt me tregu kur farë rezultati. Po zëna e dalë, jepi. Brishtin çka ka tregu? Sa i përket kësaj... Ai ka bu një shumë të kënaqur komun Prishtinës. Ne kemi shumë respekt për zotin Haziri, edhe është goxha i shpesht në studion e kanalit 8. Sa i përket kësaj rikthimit si Fenex, po pa diskutim që në memorien tonë kolektive ka qenë ajo LDK-ja dikur e presidentit Rugova, pa diskutim që kemi nostalgji për të, po ky Fenixi nuk është ringjallë që nga viti 2004, nëse s'gaboj kur për herën e fundit i kanë fituar zgjedhjet. Çdo subjekt politik që është krijuar në Kosovë ka marrë elektorat prej LDK-s i cili nuk është kthyer kur aty, sepse njerëz evoluojnë, ndryshojnë bindje, qëndrime. Unë e kuptoj plotësisht që LDK-ja ka të nevojshme të kapet nga një iluzion që